A është Neem Tërnova shkaktar për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga disa vende në lindjen e mesme? Pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës në vitin 2008, shteti i ri kishte vështirësi të njihej nga shumë vende, po ashtu edhe nga disa vende me shumicë muslimane, përfshirë Sirinë, Egjiptin, Marokun, Algjerinë e Pakistanin. Në këtë kontekst, miftyri i Kosovës, Neem Tërnova, si i pari i Bashkisë Islame të Kosovës, ka shërbyer shpesh si ndërmjetës përmes kontakteve të tija dhe institucioneve të bashkësive islame ndërkombëtare. Ai ka zhvilluar takime të shumta me myftini dhe udhëheqës fetar në disa vende arabe, si për shembull si në Arabinë Saudite, Katarin, Turqinë, Egjiptin, Kuvajtin e Jordaninë, me qëllim që këto vende të kuptonin pozitën e Kosovës si shtet i pavarur dhe musliman demokratik. Vizitat dhe kontaktet e tija në shumë vende muslimane e ka pasur ndikimin apo efektin e vet. Megjithatë, vizitat e tij dhe kontaktet me organizata si Lidhja Botërore Islame dhe Organizata e Bashkëpunimit Islamik kanë ndihmuar në rritjen e imazhit pozitiv të Kosovës në botën islame, lehtësimin e kontakteve ndërmjet institucioneve kosovare dhe vendeve të lindjes së mesme, mbështetjen e disa deklaratave që kanë qenë pozitive ndaj Kosovës. Njohja e fundit erdhi nga Siria, nga ku presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, falenderoi Arabinë Saudite dhe Turqinë. Por në këtë takim ishte edhe myftiri i Republikës së Kosovës, Neem Tërnova. Prania e myftirit të Kosovës në takimet e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, në Riyadh, Arabi Saudite, tregon rolin e myftirit dhe rëndësinë e tij në ndikimin për njohjet nga vendet arabe. Padyshim, gjithsecili nga pozita dhe këndi i tij apo i saj është meritor për njohjen e pavarësisë së Republikës së Kosovës, nga presidentja e vendit Vjosa Osmani, nga miqtë e Kosovës si Turqia, Arabia Saudite e shumë vendet e tjera, kanë ndikuar dhe kanë pasur rolin e madh në njohjen e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, mos të harrojmë se ministri i jashtëm i Sirisë ka thënë se njohja e pavarësisë së Republikës së Kosovës vjen nga kontaktet e tyre me Turqinë dhe Arabinë Saudite.